Nashta nëse më lejohet mund të hyj në një rast konkret kur një grua për 14 vite nuk ka guxuar të del nga dhoma e gjumit edhe kuzhina, ku djali i vet, kjo ka qenë e bukur krejt historisë, ka ardhur dhe ka kërkuar ndihmë, djali adoleshent dhe kërkon që mami tim i nevojitet ndihma juaj. Lind, po du me kry me një pyetje lidhur me thjesht përkrajen ekonomike që e kanë këto gra. Folëm për përkrajen drejtësi ose qasjen drejtësi, qasjen komision. Në fund ditës, so gra të mbjetuara keni mri me i shtim punë, që sot me qu rogën shpe dhe mos me ju nështru kërkujt. Sa prej të ne punojnë, prej këtëne që punojnë jëmë? Mund të them që fuqizimi ekonomik është shumë i rëndësishëm pas trajtimit që bëhet, shërbimit psikosocial, shërimit, përpunimit traumës. Atëherë edhe krijimi i grupeve vetëpërkrahëse ku të mbijetuarat përkrahin njëra tjetrën është shumë e rëndësishme. Prej aty trajnohen në bazë të resurseve që ato posedojnë dhe pastaj ne si organizata ju ofrojmë të mbjetuarve pajisje apo çfarë ato kanë mundësi që të zhvillojnë një biznes. Deri më tani mund të them për organizatën tonë, mirë po ka edhe në për organizata tjera, aty është numri i afër, që diku rreth 200 gra kanë përfituar nga sektori i fuqizimit ekonomik, ku ato janë trajnuar, prodhojnë, qoftë kanë hap start-upe, biznese, ose edhe punojnë në kushte shtëpiake, ku produktet e tyre plasohen në treg. Ne kemi hapur 2 dyqane, një është në Gjakov me Dika Shop, ku plasohen në treg produktet e të mbijetuarave, agrobujqësore dhe pundore, ku ne i shesim ato produkte dhe ato të hyra drejt për drejt kalojnë të mbijetuarat, edhe dyqani tjetër që tani bëhet 1 vit që është hapur edhe në Prishtinë, ku ka të njëjtin funksion dhe janë me produkte nga të mbjetuarat e dhunës seksuale të Kosovës. Pra, krahas shërbimeve të cilat ne ofrojmë, fuqizimi ekonomik me të vërtetë është shumë i rëndësishëm që të tejkalojnë edhe stigmen. Kjo zbut edhe pozitën e gruas në familje. Kur një e mbjetuar dërgon të hyra në familjen e tyre, atëherë dhe pozita atyre ndryshon. Pasi që ne kemi pas rast, nashta nëse më lejohet mund të hyj në një rast konkret kur një grua për 14 vite nuk ka guxuar të del nga dhoma e gjumit edhe kuzhina, ku djali i vet, kjo ka qenë e bukur krejt historisë, ka ardhur dhe ka kërkuar ndihmë, djali adoleshent dhe kërkon që mami tim i nevojitet ndihma juaj. Edhe për 2 vite e gjys ne nuk kemi mujt të hymë në familje, në atë familje, pasi që kemi hasë në barjera të shumta nga rrethi familjar, se ajo jeton të një bashkësi familjare, pasi që burri është të vrarë në luftë, dhe në mënyra tona këshilluese të psikosociale të organizatës, arritën që të hyjnë në atë familje, ku spari kryefamiljari erdhe në zyrat tona, na kontrolloi të gjithëve, hyri zyre më zyre, edhe vërtetoj që është një organizatë serioze dhe atëherë reja ime mund të vite ju në shërbim. Mirë po jo për traumën e dhunës seksuale, mirë po për atë traumën që ka humbur burrin. Gradualisht të punu, me të arritëm që ajo sot, pas referimit të sektori ekonomik dhe fuqizimit ekonomik, që ka një punë shumë të mirë me bleta, ku i kemi dhuru bleta dhe ajo sot shet mjaltin, realizon të hyra, i ka shkollu fëmijët, edhe është një gru që pozita në familje i ka ndru dhe është në gjendje që dhe të merr pjesë në vendimet në familjen e saj, pasi që në atë familje dhe vajzat e asaj gruaje është dashur që të martohen, veç të martohen, pasi që kjo është turp i shtëpisë edhe puna mesin vajzat në shtëpi pa martu. Kështu që aty ka thonë stop, se tash unë mund të flas për vajzat e mia, edhe me të vërtetë është një rast që është për të theksuar edhe për të thënë që asnjëri nuk duhet të jetë i fuqishëm, se nuk duhet të dorëzohet, se ditët e mira vijnë edhe mund të jemi të zotë vetvetes. Kështu që të gjithë të mbjetuarit mund të vendosin për veten e vet dhe për fëmijët e tyre.